Me thonë drejtë, nështë edhe pak tepër është, po dhe nështë nuk o tepër, duhet edhe ma shumë t'jepë në rëndësi, se me që kemi të bëjmë me kryeministër, i cili oshtarë me kauzën që da lufton korupcionin, të bëj reforma sistemin e drejtësisë dhe gjitha ato vetingi që dhe, edhe i kaloj mandati as 5% si ka plëcu ato kauza po propozime cilat i ka pas në fushatën zgjedhore para 4-5 vjetë, kështu që vërtet tash është përqudi që i kryeministër i shtetit nuk e zbaton ligjin, nuk i përgjigjet institucionet pavarura si që është prokuroria, si që është gjykata. Deri tani ka pas problem me prokurori, tani e ka një vendim gjykate që ka urdhëruar të paraqitet. Çka ka ndruar me këto? Se e kuptueshme është që nuk i përgjigjesh prokurorisë ose gjen ai arsye me zvarrit prokurorisë përgjigjen, po nëse tash kërkohet prej gjykatës, që kjo çka e ndron në procedurë, ose çka mund t'jep gjykata ma shumë autorizime për organet e shtetit? Gjykata këtë rast konkret tani, sot nuk u paraqitet prokurori dhe nuk e ka arsyetuar mungesën. Tani prokuroria ka për obligim tani ftoj gjykatën për këtë rast, për shkak se i dëshmitari nuk u shku dhe nuk ka vepruar konform urdhëresës së gjykatës. Gjykata tani do të merë një vendim, sigurisht marrë 7 ditë, edhe do të urdhënoj kryeministrin që të paraqitet në selin e prokurorisë speciale, me orë dhe vendin kur ka. Por, duhet të shqiptoj një masë, cila, si pas kodit procedurës penale, është deri në 250 euro. Pra, tash hapet rruga, ose kushtimisht me thonë, pas kësaj shkeljeje, quhet shkelje konsumuar edhe ka hapësim për gjob. Po, tash mund të shqiptoj një gjob për 250 euro gjykata dhe t'i urdhëroj kryeministri që të paraqitet kohën dhe datën e caktuar në prokurori. Prokurori special. Me lejen tuaj do ta transmetojmë deklaratën e sotme të kryeministrit.